Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian kalon domosdoshmërisht nga burgu? Jo, kalon nga respektimi i proceseve demokratike dhe proceseve drejtësisë. Po zyrtarisht Edi Rama thot parlamenti është sovran. Jemi një republikë parlamentare, parlamenti është sovran dhe u respektuan të gjitha procedurat demokratike. Nuk është qortuar parlamentit për sovranitetin e tij, është qortuar politika për pengesë që është bërë si pengesë në rrugën e drejtësisë. Statuset në rrjetet sociale të ambasadave kanë theksuar lejimin e prokurorisë të bëj punën e vet pa u penguar, mos përdorjen e imunitetit parlamentar për të bllokuar punën e prokurorisë, thoshte reagimi i Britanisë së Madhe. Pra nuk qortonin parlamentin për vendimin, qortonin një vendim politik për të mos dhënë autorizimin prokurorisë që të vazhdoj rrugën e saj të procedurës penale ndaj zonës Balluku drejt gjykatës. Nëse ky është një po themi moment që prish marrëdhëniet e shteteve anëtare me mënyrën se si ato e perceptojnë zhvillimin dhe progresin e Shqipërisë, atëherë ne kemi marrë një vendim si parlament shumë problematik për vendin, sepse do na mënohet sërish procesi i integrimit. Po procesi për integrimin nga ana e tij është në vetvete një proces politik. Kështu që siç ishte një premtim elektoral në 2025, mund të jetë sërish një premtim elektoral në 2029, kështu që nuk do varet shumë nga këto muaj që do vinë për vendosjes së të ardhmen e integrimit të Shqipërisë. Po heshtjen e ambasadës amerikane, Sonil. Si e kuptove ti? Se kur të gjithë bënin refresh asaj faqes së ambasadës amerikane në Facebook, për të parë nëse do kishte një reagim për votimin për imunitetin e Ballukut, ambasada amerikane hodhi një njoftim për vend pune. Nuk e di nëse aplikove ti apo jo. Jo, nuk kam aplikuar, po ndoshta nuk e shohin të arsyeshme të vendosin për një vendim, siç e the ti, sovran të parlamentit. Unë mendoj që ambasada amerikane është koordinuar me ambasadat e vendeve të Bashkimit Evropian dhe këtë herë ka përshtypjen ja ka lënë atyre shkopin për këtë vendim të parlamentit. Për vete i bie që ka mbajtur karrotën. Po, nuk e di, nuk është se ka ndonjë arsyetim për veprimet e ambasadës amerikane në periudhën e fundit. Nuk e kemi parë shumë aktive. Kështu që nuk mund ta aludojmë për qëndrimet e saj. Unë mendoj që ja ka lënë vendeve të Bashkimit Evropian të reagojnë për këtë vendim, duke qenë se luhet integrimi i Shqipërisë në të ardhmen e këtyre muajve në vend. Reagimin e kryeministit Rama, që fillimisht erdhi menjëherë pas dy reagimeve të para të ambasadave gjermanes dhe britanikëve, dhe më pas të nesërmen në konferencë për shtyp me zë dhe figurë. Në atë reagimin fill pas ambasadave kishte disa pika kryeministri, por një prej tyre kur thot Belinda Balluku nuk akuzohet për korrupsion dhe hetimi i çështjes duhet të vazhdojë i patrazuar as nga pengimi, as nga yshtja e SPAK-ut, prej faktorëve jashtë kufive të pushtetit të pavarur gjyqësor. Cilët janë këta faktorët që yshtin SPAK-un? Shiko, zoti Rama do nxjerrë çdo lloj arsyetimi për të mbështetur vendimin e tij të kuvendit. Vendimi ishte për të mos dhënë autorizimin. Kjo është gabimi që bën zoti Rama kur hyn në arsyetime juridike, pra është akuzuar për korrupsion, s'është akuzuar për korrupsion, si duhet të ndiqet zonja Balluku. Zoti Rama ka të drejtë të shprehet politikisht për kërkesën e prokurorisë. Pra, zoti Rama politikisht nuk do ta japë atë autorizim. Në momentin që futet bën arsyetime juridike që se cila masë është e përshtatshme për zonjën Balluku, unë mendoj që bën gabim, nuk është të tagën e zotit Rama, as nuk e di dosjen, siç ka thënë që nuk e ka lexuar. As nuk ka pyetur për dosjen siç e ka thënë vetë. Por apo i thot di fakte siç ka thënë vetë. Apo i thot ndërkombëtarëve, unë nuk e pengoj, por as ju mos e yshni SPAK-un.
mundet ta thot, është ta aludojmë me një status, unë mendoj që ai statusi ka të bëj më shumë me presionet që spaku merr edhe nga ambasadat e huaja, po edhe nga aktorë shqiptarë, jo presione drejt për drejta, po themi presione nëpërmjet medias, presione nëpërmjet kërkimit të rezultateve. Pra, unë mendoj që zoti Rama e lidh këtë fjali të tij me presionin që kanë prokurorët për të patur sa më shumë arrestime, për të pasur sa më shumë rezultate që ta shqesin të shqiptarët e të huajt e kudo ata mund ta shqesin. Për këtë lloj ndikimi të jashtëm mendoj unë që e ka zoti Rama. Sepse çdo lloj ndikimi tjetër zoti Rama duhet ta bëjë më publik se kaq. Nëse ai mendon që të huajt po ndrojnë të drejtësia, duhet ta thotë, nëse mendon që opozita ndikon të drejtësia, duhet ta thotë, nëse mendon që ndonjë media ndikon të drejtësia, duhet ta thotë. Po ta thotë kështu në ajër pa e thënë, nuk mendoj që është korrekte, unë mendoj që e ka në përgjithësi për presionin indirekt që kanë prokurorët për rezultate. Dhe ky presion mund të vijë nga kushdo. Tani, në konferencën për shtypje e tha hapur që me disa vende të Europës ka pasur e themi diskutime, por Rama thot, unë kërkoj nga partnerët të shikoj në sy dhe të më shikojnë në sy në të njëjtën lartësi. As unë s'më shkon mendja të shikoj njëri nga lart poshtë dhe as pranoj të më shoh njëri nga lart poshtë. Diskutimet tona kanë qenë konstruktive, ka deklaruar Rama, s'ka patur asgjë të ngjashme se takon tensionit, presionit apo kërcënimit. Dhe sipas kryeministrit, asgjë nga sa ndodhi të njëjtën në parlament nuk e pengon rrugtimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Po, kjo ka të bëjë edhe me një çështje tjetër, siç ishte ajo e portit të Porto Romanos, ku është akuzuar shpesh se është kërcënuar në media për ta anulluar procedurën dhe për të vënë drejtësinë të merret me atë lloj procedure. Unë mendoj që kjo retorik është paksa gabim, nuk mund të thotë kryeministri që nuk shoh njëri nga lart, nuk pres të shoh njëri nga lart. Për sa i përket procesit të integrimit. Ne duam të integrohemi në Bashkimin Evropian. Kjo është aspirata e të gjitha partive politike. Ky është premtimi i zotit Rama për 2 muaj rresht në fushat elektorale, duke i vënë afate ambicjes së tij për të integruar brenda vitit 2030. Dhe për sa kohë ka këtë ambicje, për sa kohë ka këtë aspirat, zoti Rama do pranojë të shikohet nga lart nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Nga Gjermania si vendi më i mirë deri te vendi më pak i rëndësishëm i Bashkimit Evropian, sepse funksionon me të drejtë vetë ajo, pra duhet të kesh votën e të gjithëve. Dhe do duhet të marrësh me të mirë në thonjza çdo kërkesë që mund të ketë secili vend i Bashkimit Evropian për të arritur integrimin në Bashkimin Evropian. Nëse ka shumë njerëz Maqedonia e Veriut. Nëse ka shumë njerëz emrin për këtë. Po, ma thuaj, mbyllem fjalin. Maqedonia e Veriut ndroi emrin për të pëlqyer Bullgarisë, për të marrë një